Eliona po qëndronte në qoshin e kuzhinës duke pirë ujë, kur vëren sërish Edin që i afrohet ngadalë, ashtu siç ka bërë gjithë ditën. Ajo mbyll sytë për një moment, e lodhur nga kjo ndjekje e vazhdueshme, dhe kur ai afrohet edhe më shumë, ajo më në fund shpërthen. Edi, mjaft, i thot me një ton të prerë, duke e parë drejtë në sy. Po më bezdis. Vërtet po më bezdis. Edi ngrin në vend, i befasuar nga toni i saj. Pse? Çfarë kam bërë? Thjesht po përpiqem të flas me ty. Eliona tund kokën me nervozizëm dhe ngrit dorën sikur po i kërkon të ndaloj. Jo. S'po përpiqesh të flasësh. Po më vjen gjithkohës nga mbrapa. Jam në kuzhinë. Ja ku je. Jam në obor, ja prap. Jam duke folur me dikë tjetër, ti aty. Nuk është normale kjo. Edi mundohet të buzëqesh për ta zbutur situatën, por Eliona nuk lëkundet. Eliona, thjesht po përpiqem të jem miqësor. Nuk po të bëj asgjë të keqe. Ajo e ndërpret menjëherë. E kupton apo jo që nuk më pëlqen? Që më jep stres? Të lutem, lër më rehat. S'dua këtë lloj vëmendjeje. Toni i saj bëhet edhe më i fortë ndërsa vazhdon, mos më shko më nga mbrapa. Mos më ndiq. Mos prit që unë të rrije të sqaroj çdo gjë. Më jep hapësirë. Më lër të marr frymë. Disa banor që janë afër ngren syt nga tensioni që po rritet, por Eliona nuk e ul zërin. Ajo është e lodhur, e irrituar, dhe për të parë qartë këtë e ka të gjithë shtëpia. E di, nuk jemi shok të ngushtë. Nuk kemi ndonjë lidhje. Mua nuk më pëlqen kjo qasja jote tek unë. Nuk më bën të ndihem mirë. Prandaj, të lutem. Ndale. Edi mbetet i heshtur për disa sekonda, duke mos ditur si të reagoj. Ai duket i lënduar, por Eliona nuk tërhiqet. Ajo merr çantën e saj të vogël, e hedh mbi shpatull dhe largohet pa e parë më. Teksa largon hap pas hapi, ajo mërmërit nën zë, më duhet qetësi. Jo dikush që më rri si hi gjithë ditën. Dhe kështu, e gjithë shtëpia kupton qartë. Eliona është e bezdisur, e lodhur, dhe nuk ka ndërmend të toleroj asnjë ndjekje tjetër nga Edi.